Aki u mban edhe një odë të vogël në obar. Ai tha se në të dikur mblidheshin me shokët e tij, këndonin këngë të frymës patriotike dhe bënin edhe lojrat tradicionale. Po kja akon shumë me rëndësi atëherë përpara, se kur kanë ardhur musafirët kanë nejtë me ka një javë ditë, kanë nejtë me 3-4 ditë një javë ditë, e që të kina qëndruna, që të se s'kina pas ku me shkuna atje të shpia, ka pas mi, ka la bala, kësene, musafirët kanë qëndru nëd. E kemi edhe stufën, apo kaftorin që i thujmë na katonarqe, edhe non-stop kemi nejtë që tu kemi hangër buk, kemi pi qaj, kemi flenjë, kemi ta në t'i kemi. Jo ma tash, sot kërkush ishë s'pa vjen. Unë gjatë vjetë e kom dhejës 2 herë kaftorin, si vjetë s'bo aki s'bje me dhejës heq. Në ardhë në kush mje. Po edhe kur pa vjetë, tash pa vjen një mik, a një mik kur t'vjen, hajde që t'y rrim, edhe ku me prunë e mikin ka. Kush më prunë tash më bu ka. Kush me bojnë zmet ka tash. Djemë s'ka, kur kush ju, pa vim që t'y pa. Një pjesë familjes e ke jashtë, jetoni këtu vetë bashkëshortën, po besaj është krahi djatë juaj. Sa ke malë për djemët, e sidomos që nuk ke mundësi edhe me i pa gjdo ditë si dikur? Tash është molli pak ma i vogël se kur jemi konë në Gërbet. Se kur jemi konë në Gërbet, nësë kem pas telefona. Da me thonë, kemi nejtë, kemi qëndru atje në Slovenije, në Gjermonije, ka jemi konë, ka 5-6 mujë, 6-7 mujë, që se kem po kërkonë, s'kem marrë dhe një shpe. E tash edhe nëse rinë 3-4 mujë, i ka thmin me vete, ose 5-6 mujë, po dhe për çdo natë e ka telefonin, e kem telefonat, folëm telefon, shihëm kamerë, atëherë si mi po me kërkonë. Ata po kanë artë të ti musafir, po të ata ke pas mundësi me shku pasi tash janë heq vicat? Po, kom shku. Qështë këtë Slovenia? Pa jo ne kom punu shumë kohë në Sloveni, po jo mirë. Gërbeti kur soj mirë. Kur soj mirë Gërbeti. Po për një jetë matë mirë kështë e pa mëlluar, për sigurin. Hajde ati. Cili do t'ishte mesazhi juaj ndështë për gjithë fermerët, të cilët e kanë praktisë edhe ata që kanë betë duke e praktiku këtë punë? Po ta është i kuna ti i për mundësia më këthy edhe me punuan në pa morë parasysh në vend vetin, është e lavdishme. Pavarësisht sfidave dhe viteve në mërgem, Aki Berisha mbeti një fermer i vyeshëm që sot jeton i qetë në Ladroveç të Malishevës me gruan e tij, duke ruajtur fermën e lopëve dhe kujtimet e sakrificave të tij.